Sëmundjet reumatizmale po bëhen akoma më të shpeshta vitet e fundit, nëse deri tani grup mosha më e prekur apo më i riskuar ka qenë mbi 45 vjeç, kohët e fundit vjet re një ulje e moshës së pacientëve të prekur nga këto sëmundje. Mjekja reumatologe pranë Spitalit Bashkiak Mat, Ligeja Gjoni, thotë se janë shtuar mosha të reja të prekura nga sëmundjet reumatizmale që nga 20 vjeç. Gjoni shton se shkaqet janë të ndryshme, por kryesore mbetet mungesa e aktivitetit fizik dhe mënyra e të ushqyerit. E rëndësishme për pacientin është që të mos e lërë gjatë sëmundjen pa u trajtuar, por t'i drejtohet mjekut specialist dhe ta marrë trajtimin e nevojshëm para se gjendja të jetë e agravuar. Sëmundjet reumatizmale janë një grup i madh sëmundjesh që ndahen në dy grupe: sëmundjet degenerative që përfshin artrozat dhe sëmundjet inflamatore që përfshin sklerodermin, artritin reumatoid me natyrë autoimune, spondilitin ankilozant, vaskulitet dhe shumë të tjera. Grup moshat më të prekura janë mosha 45-55 vjeç, por që është parë së fundmi që janë shtuar edhe moshat më të reja, duke filluar që të 20-tat. Shkaku kryesor është idiopatik, pra është i panjohur, dhe predispozita gjenetike luan një faktor të rëndësishëm për shfaqjen e këtyre sëmundjeve. Pastaj ndikon edhe mënyra e aktivitetit tonë të përditshëm, postura dhe mënyra e ushqyerjes. Ashtu si shumë mjek të tjerë specialistë dhe mjekja Ligeja Gjoni do të jetë pranë Spitalit Bashkiak Mat çdo të hënë dhe të enjte, në mënyrë që qytetarët e Matit të marrin shërbimin pa qenë nevoja të udhëtojnë drejt Dibrës apo Tiranës.